Hej, Albanër, përshëndetje gjithëve. Jeta reale që kjo është. Ja ku jam fshatin më të bukur turistik duke u punuar te kompleks Anesi në Gjilan. Shiko shumë doli këto. Shiko shumë doli këto. Riza Pira. Ç'shi Riza? Ai mirë. Ai mirë. Au lodhe. Mirë. Si ka lodhe? Ai të punu? A po. Hajde ja banë pak shoqëri këtu me mua. Se Rizaj jena këtu në kompleks Anesi. E të punu, Riza? Po, që kontrollu villat, hidroizolime, letër zez, komplet të villa, i kum izolu. Okej. 22 vjet jam kon te edhe shkollën në Kurin Zvicër. 22 vjet i kon në Zvicër. Final të 9-s. E ke lëshu Zvicrën, a? Pas qa me lyp në Zvicër që këto pasonia, këto jeta. Për i me kam? Që punëtor të në onë. Okej, e ke lëshu Zvicrën dhe më thonë. 22 vjet në Zvicër, thotë Riza, e kam lëshu Zvicrën. Pse e ke lëshu? Pas ma mirë këto. Për i me? Po. Qysh të mushmenja me lëshu Zvicrën mas 22 vjetëve? U kon fillim ran, u kon se familjen a që ketë kon, edhe çdo herë ku më ndru vetëm 500 euro, thësha ti kam këto, edhe një vetën rahat. Ama tani ku e kom pak, si mënësh me fitu këto, mënësh me punu, mënësh me marrë 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 rrogën e Zvicrës edhe këto e kemi. Qysh e mundesh me marrë ti 5.000, 3.000 rrogën e Zvicrës të në Kosovë, se tashi kur të në njëgjojnë njerëzit të thonë këta, kjo është jeta reale, thonë, hej, pse bre po ja fut? Thonë, ba tash mundesh me spjegu pak qysh merren. Ja, qa qëre dur që i kam ke 2 ran, me punë punome, hidroizolime, kocka, oborre, i kemi bon këto dekorime, hidroizolime, ma shumë jam i fiksum që taj, këto zisa villa që i kemi, 50 e dishka villa. Kreti ke punu ti? Pa, kreti kom punu. Riza, të regon pak, qa ke punu në Zvicër? Unë kom punu me armatur, kom punu me hidroizolime, jam kon mjeshtër i ndërtimit. Okej. Shkollën në Kurin Zvicër, kraj shule Bekborg në Singen, kantoni Solturnit. Ah, në Tinësalaton ke jetu dhe më Pa, riktige egen oster. Okej. Mas një ku e kom këthuj familjen, i kam 5.000, më po zhëran, jam këthuj që taj, mo nuk më shkon menja kur me shku. O, zot në rujt që nga të më të regu Riza Pira prej Gjilani. Shkofsha më meqa. Prej me këtë? Ja, shkofsha meqa. Po pse o vlog që po është zotin, si ka Jo, mundësi po knatësi. është interesant, është bo trend të kote fundit Riza, shumë janë të u këthy në Kosovë, edhe në vendet tona, në vendlindje. Me rëndësia dhe vllaznia me, po më dhonë që ta i kanë qatë shumë koraja për më këthuj edhe ata. Apo ma gjonë një punë, po që shmoj me fitu. Po mund shme fënu, po shumë dikosh si s'do në dërtem, mund me fënu në call center. Po, absolutisht. Rroga me vogla se janë call center, çdo kon është 1.000 euro me vogla, e të nalte. Ku, interesant. Riza, thojnë që kur shepin ujtë e Zvicrës, nuk mund e lësho Zvicrën mo. Kur shepet Kosovës, për Zvicrës kors, s'kthejet dhe në thonë. Kur shepi ujtë e Kosovës, nuk ik ma në Zvicrë, Po thot. ka ma knatësi, o boshë. Këtë gjelëpërem, këtë puna bukur, shapë do ma mirë. Si po shkëm puna me Valon Ramushin? Valoj, edhe mirë, edhe shak, edhe jaran, është djali mirë, Valon. edhe është pika djallit, vetëm o të shtuaj. Okej, për Valonin do kemi një kohë tjetër. Respekt. Edhe respekt pa tjetër se është miki përbashkët e imi, po edhe i Rizajt me qenë se punën këtu. E kështu që herë tjetër pasi tërgullot kjo fshati turistik, do vim ta nxjerrim për gjithë ju shikuesit tanë villa sa dush këtu në kompleks Anesi. Riza, sa vjetë shkollë ke po në Zvicër? Unë jam konë dëmon për 99-ës, tëjeri para 3 vite dëmon jam konë në Zvicër. Pse kur je këthyti në Kosovë? Qëta i këmë bo dëmon gati 2 vjetë e gjysë për të ri. A hes për të merë molli, vlo? Jo, në shkofsha meqa. Vetëm nëse ndodh, mos mu baba ose nona për ndryshe, shkoj një dita 2 A i ke rujt dokumentat e Zvicrës apo i ke? Ja, mas 3 mujve dëmon, këm pas dëmon drejt më lejmru nga mendje. Okej. Mas 3 mujve dëmon, këm pas drejt të në 6 muj. Okej. E mas 6 mujve, dëmon nuk më jam shku më lejmru heq. Edhe mos më spjat heret, as nuk më shkën menja me shku. Në Shkofsha, thotë Rizaj Meçha. Interesant o vlog, krejt shqiptarët po të tentojnë me ikë me jetu në Zvicër, prej krejt botë shkojnë me jetu në Zvicër, ti thu... Jo, mare pa Zvicën këtu e kena. Me hongër homi në restorant, me pi homi. Në Zvicër hangë shumë po ke pa shtetë, në përbau shtetë lakë po shumë. Se në viqa në dorë,
Interesant valla. Po del propagandë kjo punë, po nuk është propagandë, kjo është një realitet, ha? Mas sa njerën e njën Zvicër, firmën e kom posë sa vjetë, sa njerën e njën Zvicër si njojnë, si kina hungër me ato bukë, sa vjetë nuk është jeta reale. Ku ku marrë to konë interesant. Qysh mojnë me jetu këto kejtë të hungër, të pi, kejtë shnosh, të kesh, ku ku pasar stresu, në stop në isha në depresion. Po se i kom mësu me... Po në ishëm si kual, ditë e natë, kur pa unalë. Absolutisht. E qëtaj rahat, ka të ka dole pënu me hongën me pikin aso dush, për Zvicës në shkon menja kor. Okej, tash ti si thut, me ata që kanë dalë atje janë jashtë tash momentalisht. Ondra është do mërgjimtarit është këto. Sidomos do mu më mërmenja edhe me kon foli, është ondra e tyve me jetu këto. A është e vërtet që secili që del realisht dëshirën e ka me jetu këtu, ose me i pas kurset sigurik jetik tash, kthehen gjithë, qa thuti? Po, normal. Ishin këthujt gjithë. është edhe sigurimet janë, dhe më honë 30 euro, për shembull është një sigurim 25-30 euro, si mund është më shëru, me dosh najs muj, najs anë jashtë vendit. A i ki bo sigurimet ti? Po, i kam sigurimet singa, 30 euro i paguj. 30 euro për person? Po, 30 euro për person, veti 7 jam. Të erin 200 merë dhe më honë, kam bules me pas najs muj, najs anë. Okej, tash Riza, të regom diçka. I ke 5 fëmijë, i pa çmijët, apo jo? Po. Të kanë linë në Zvicër, apo jo? Këtë janë linë në Zvicër, po u konë... Kur e morë vendimin para 2 vite e gjysë, sa ka qenë fëmija jotë me madh? Fëmija jam dhe më honë ka qenë 11 vjetë. 11 vjetë? Po, kur kom nejtë një vjetë vetë një herë, se nuk deshën dhe më honë ato për më këthy, tani kur kanë morë vendim dhe më honë më këthy, për me orë me këshyrë, ku kanë shku në shkollë të jam vjetu, sajnë, që taj përthojnë edhe ata nuk shkuën e më me thonë. Pra do më thonë, fillimin e kam pas vështirë? Po fillimin e kam pas se janë në rrita që Shqipën nuk kanë ditë me theksu mirë, janë në rrita tje. Që taj përthot në Kosovë, me Kosovë përthot s'ka. Janë kom pushime pak në Zvicër. Okej. Një avdit dhe më honë që janë kom këto festa cibli meret. Edhe përthojnë mo ja, apet pa najna këto. Pra do më thonë, fëmijëve mas 2 vite e gjysë nuk ju shkot më në Zvicër? Mas 1 vjet e gjysë, do më honë se... Ma me vonesi ki përë? Me vonesi, këmë në erë këmë këshyrë, që shpa shka muj me bon, shka muj me punu, unë ka në rajtë së t'i jopin porët në Kosovë, terren, Dallavergji... Për të kam thonë që bojnë Dallaverë në Kosovë? Po, ato i këmë posë non-stop edhe si në familje edhe përgjësi. Shumë e vërtet kjo që po thu, Riza, se kudo që e flasë edhe në herë, thonë jobre në Kosovë se bojnë Dallavere, nuk paguin, ka probleme, ka gjona. Realisht mendoj është njerëz mirë, Dallavere ka në gjithë botën. Nëse takohesh me njerëz jo korrekt. Po nuk është në Kosovë kjo që thonë. Besën e 5 fëmijëve mu halo kërkosh, s'm ka met do më honë bërsh. Borgjë do më mas shumë të si u konë, si më ka met një javë, 2 të 11 ditë, mi ka pru paret. A në Zvicër ka shifra shumë të maja, si më ka met, kur s'kthejnë ato. Okej. E këto halo kërkosh s'm ka met bërsh. Tash Riza, fëmin i kje zilë në Kosovë se të vegjel edhe i kje mujt me i bindë, mi thonë ju blej babi lodra, ju që babi të lojnat, ju blejn babi sanet mira. Me gru kom pak ma probleme. Dash kjo problemi, dash me gru që ja kje boti për me i bindë. Për me gru në këmë bindë të ka ekonomien të kry me gruja. Po kom problem që shmija dorë të ke me 5 fëmi. Okej. Nuk kena, nuk atë. Unë që të kohë do më hanë, nuk i lëpsha pare kur gruës, e dhe ke qysh jetuaj, di qysh. Okej. Pse s'pi përdur pare, pse ashtu, ose në vinë pare të kërkojna. Unë pare kam, e bleta kere, bleta kamiona, bleta alete, e renovova shpijen, bleta plus 6 ori tuk. O befa thë, qysh jetë po, mos jetë punu me punë të këshia. Tash, jo, dhe i diçka tjetër, se thojnë njerëzit. Ti e ke bo një ekonomi në Zvicër, kur kjartë në Kosovë, sa pare e ki pas gjendje që kjartë, të me investu? Se po i pas do pare në është të vështirë me janë njësë të prej zërës. Kum pas pare, do më honë që kum pas penzion kasët mira, që kum punu, po penzion kasën do më honë nuk e kum cek heq. Okej. Nuk e kum heq, kur të i baj vite do më honë me të rje. Atje? Po, atje. Po nuk kum ka shku menja se këto sene që e kum baj janë kom bizniset vogla, si kum mujtë me mbjetu do më honë me këto. Okej. Edhe kum fitu për mi bon do më honë ata. Okej. Nuk ma ka morë menja kur. Po pra, ti jemi realista, me janis prej asë, mos me pasi budget mirë këtu në Kosovë, pak e vështirë jetë, apo jo? Nëse se keni budget, apo jo, si thuti? Po me pas një standarte, me pas shpijen. Po? Me pas shpijen ku me pas me shni kryet. Po, pa qera, dhe më thonë. Pa qera, nëse je pa qera,
ku dush më nësh me jetu. Mundesh me pasi i rrokt mirë, Po. se problemi është që diaspora po mendojnë, diaspora pavarësisht se nuk është propaganda, i keni drejtën me jetu ku doni, qysh doni, mos e lëshoni vendin që ju ndjeni rahat. Po diaspora po mendojnë që Kosova është përsëri e viteve të kaluar, 90-ta. Pra nuk është Kosova siç ka qenë. Edhe këtu ka mundësi për me ha biznes, me zhvillu biznes, me zhvillu një startup, me marrë një kredi, me bëj çdo lloj aktiviteti më duket apo jo. To ki lloj telefon me dosh kredi, ki të kredi, me dosh punë sa dush. Vetëm ma dojnë me punu. Për punëtor do me ham, ka një standarte është mesatare, çdo punëtor e ka 30 euro për shembull, shej paguaj ditore, shej paguaj, e kanë hanë, e kanë pijen. Sa ke firmën tënde ti? Po. Okej, hajde t'ja bëjmë reklamën firmës tënde. Çfarë firme po te? Firma jam është Hidrotek. Hidrotek, në Gjilan apo jo? Po Zheran. Po Zheran. Po, Okej, Hidrotek. ja ku keni riza piren për Hidrotek, për izolime gjitha këto. Mos e ndroni bro. Erdhi spontan kjo intervistë. Respekt dhe për ty, kjo është jeta reale. Bashkë me Rizan këtu në mes të kompleksanesit fshatit më të bukur në Gjilan. Faleminderit. Respekta, për respekt edhe për juve, për këtë shikëshëmërinë tonë. Zoti i drejt. Faleminderit vetëm ma shpesh me orta. Zoti i drejt. Shumë respekt është të mirë, suksese me jetën e re në Kosovë. Faleminderit shumë, edhe i kisha lut këtë rinien me ardh, se s'ka më boka atë, këto është jeta, jo atje. Gjermania vllazën nuk është si për fora. Jo ata, jo bajet. Respekt çdo të mirë. Faleminderit shumë. Kjo është jeta reale, bashkë me Rizan, është një firmë që po punon tek fshati turistik këtu. Shumë interesant më tregoi që ka qenë 22 vite në Zvicër. E ka lëshu Zvicrën, po jeton në Kosovë shumë mirë. Ju përshëndes gjithë dhe Zoti ju ruaj, vazhdojmë me pjesën tjetër në studio.